Mirëmërdita dhe mirë se keni ardhur. Kjo konferencë ka një vlerë të posaçme për këtë moment të rrugës tonë dhe ka një vlerë të posaçme edhe për të njohur publikun me të gjitha aspektet e masave që qeveria ka ndërmarrë dhe që tani më një pjesë e tyre janë kthyer kanë marrë fuqi ligjore, ndërkohë që një pjesë tjetër do të dalin për konsultim publik pasi janë masa që lidhen me kodin penal. Dhe tërësia e këtyre masave lidhet me atë që e kam paremëruar prej disa kohësh, domosdoshmërinë e ngritjes në një nivel tjetër të përpjekjes për t'i dhënë fund një herë mirë ndërhyrjeve të palishme të gjitha natyrave në territorin e Republikës së Shqipërisë. Dhe kjo është një qasje 360 gradë, besoj, që shtrihet në të gjitha drejtimet e konstatuara si problematike dhe kam bindjen që do të na jap rezultate të konsiderueshme pasi krijon kushtet për një disiplinim më tejshëm të gjithë procesit të ndërtimit dhe jo vetëm lidhur me ndërtimet pa leje, por dhe me ndërtimet me leje që rëndom bëhen shkak për deri edhe situata të vështira për njerëzit që paguajnë për të blerë një shtëpi dhe pastaj hasin gjithfarë lloj pengesash deri edhe pamundësinë për të regjistruar shtëpinë e tyre si pronë të patundshme apo edhe pamundësinë për të hyrë në shtëpi, siç ka ndodhur në disa raste për shkak të konflikteve mes ndërtuesish apo të tjera të kësaj natyre. Atëherë po i marr me radhë sepse janë masa që i drejtohen edhe aktorëve të ndryshëm në këtë proces, duke filluar nga rritja e garancisë së zbatimit të projekteve arkitekturore përmes përfshirjes detyruese me ligj të arkitektit përgjegjës në procesin e zbatimit të punimeve. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që për shkak se arkitektët janë në një trysni të madhe nga ndërtuesit për të bërë devijime nga projekti i miratuar dhe ndërkohë nuk janë subjekt i ligjit, kemi parë deformime të vazhdueshme në procesin e ndërtimit, duke e kthyer arkitektin në subjekt ligjit dhe duke ngarkuar me përgjegjësinë e ndjekjes së projektit dhe me përgjegjësinë për çdo devijim nga projekti, bëhet e pamundur që çfarë lloj presioni nga ana e ndërtuesit të funksionojë mbi arkitektin, pasi në rast se arkitekti i ikën përgjegjësisht që ngarkon ligji, është ai që paguan pasojat. Po ashtu një tjetër risi është formalizimi i mënyrës njoftimit, duke vendosur rregulla
të detajuara për institucionet përgjegjëse dhe autoritetet mbikëqyrëse përpara fillimit të çdo lloji punimi në mënyrë që procesi të jetë i gjithë i gjurmshëm dhe i dokumentuar, gjë që sot nuk është rasti. Më tutje është përcaktimi i fazave të kontrollit, duke ndarë qartë çdo fazë në periudhën e zbatimit të punimeve me kontroll në kohë të projekteve të miratuara. Edhe ky është një aspekt që ka qaluar shumë deri sot. Më tutje është forcimi i mekanizmeve të kontrollit, duke përcaktuar 4 faza të detyrueshme kontrolli nga ana e njësive të vetëqeverisjes vendore. Dhe pastaj vjen detyrimi për dhënien e certifikatës së përdorimit nga autoriteti përgjegjës i zhvillimit të territorit, vetëm pas konfirmimit të aktit të kontrollit e njësia e vetëqeverisjes vendore, që përfshin edhe përfundimin sipas lejes ndërtimit të fasadave, rifiniturave dhe sistemit jashtëm në përputhje me projektin arkitektonik të miratuar. Dhe kemi shtuar dhe detyrimin që uji dhe dritat lidhen vetëm pas marrjes së certifikatës përdorimit, sepse e keni parasysh që arsyeja pse njerëzit mbeten pa hipotek është se ndërtuesit nuk respektojnë të gjithë parametrat e lejeve të ndërtimit dhe mbikëqyrja nga ana e bashkive është konstatuar të jetë jashtëzakonisht e dobët, gjë që kthen drejt për drejt në viktim atë që është në fakt, jo vetëm i pafajshëm, por që është edhe i zoti i investimit, qytetari që ka paguar për të pasur një shtëpi. Dhe nga ana tjetër, nuk do të lejohet më që në godinat, pallatet, pa certifikat përdorimi të lidhet ujë dhe të lidhen dritat. Nuk do të lejohet më që të merren njerëzit të futen në për apartamente pa u përfunduar ashtu siç duhet objekti dhe pa u pajisur njerëzit me hipotekën. Futen në apartament dhe janë në shtëpinë që e kanë paguar me të gjitha kursime e tyre, por nuk janë pronar me letra. Një gjë e papranueshme dhe e patolerueshme më tutje. Dhe gjithë kjo pjesë lidhet me procesin ku janë të përfshirë aktorët institucional, që nga arkitekti deri tek agjencia e zhvillimit territorit apo bashkit, si edhe vetë agjencitë që garantojnë furnizimin me energji dhe me ujë. Më tutje është një tjetër, ky blok hyn tek ligji për kontrollin e disiplinimin e punimeve të ndërtimit. Ndërkohë që kemi një tjetër blok që është bloku i ndryshimeve në ligjin për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, ku janë rregullimi, inventarizimi dhe regjistrimi i hapësirave publike. Këtu dua të ndalem një moment, sepse është shumë e rëndësishme për të gjithë ata që po
ndjekin gjithë procesin e shërimit të hapësirave publike, por shumë e rëndësishme edhe për ata që operojnë dhe kryejnë aktivitet komercial në hapësira publike, por shumë e rëndësishme edhe për ata që zhvillojnë pronën private në një komunitet. Deri më sot nuk ka qenë rregulli i regjistrimit të hapësirës publike. Sot, me këtë masë të re, hynë në fuqi si një detyrim ligjor pikërisht regjistrimi i hapësirës publike. Që do të thotë, kur kemi një zhvillim të caktuar mbi një pronë private për një godinë, e cila pastaj ju jepet një numër i caktuar familjesh apo edhe biznesesh që atë blejnë aty hapësira, çdo metër katror rreth e rrotull asaj godine nuk është më pronë private, është pronë publike. Dhe nuk mund të ketë aty gardhe dhe zhvillime të tjera dhe leje të tjera për privatin, pasi vetë koncepti i përqindjes së shfrytëzimit të pronës do të thotë që nga kjo pronë ti mund të shfrytëzosh kaq dhe pjesa tjetër i takon të gjithëve. Pra siç janë të gjithë bashkëpronar të mjediseve të përbashkëta, shkallët, taraca, janë bashkëpronar dhe të mjedisit jashtë. Pra, po në këtë të fundit janë bashkëpronar si komunitet. Është hapësirë publike. Kjo bën që të jenë shumë të qartë të gjithë ata që sot janë zaptus në pozicionin e zaptusit të hapësirës publike, po të jenë të qartë edhe ata gjykatës, të cilët në rastin më të mirë nga ignoranca dhe në rastin më të keq nga paraja, mbyllin syt dhe japin masa sigurimi pa dije apo madje japin edhe të drejtë zaptusve. Nuk mundet dot askush të pretendoj që ka pronën e vetë, pasi më parë i ka marrë asaj prone të gjitha të ardhurat si pasojë e një zhvillimi. Ashtu si kundër, në asnjë hapësirë midis pallateve, në asnjë hapësirë pranë pallateve, në asnjë hapësirë që nuk është e ndërtuar, asnjë pronar privat nuk ka drejt të bëjë asgjë pa leje. Nuk mund të vërë traun për të bërë një parkim, për t'i marrë lek njerëzve, nëse nuk ka leje për të bërë parkim, dhe nuk mund të bëjë asnjë lloj aktiviteti tjetër. Dhe ajo pronë nuk tjetërsohet në aspektin që nuk shtetëzohet. Flas tu për raste kur brenda hapësirave të pallateve janë kthyer prona. Brenda hapësirave të oborave të shkollave janë kthyer prona. Brenda janë kthyer prona. Ato prona që figurojnë në hipotekë nuk tjetërsohen, por ama për sa kohë aty nuk ka një leje ndërtimi, i takon bashkisë, i takon shtetit, që në ato prona, në ato hapësira të garantoj pastërti, të garantoj siguri. Dhe natyrisht të mbjell pemë, të bëj lulishte, të bëj çfarë do qoftë në këto prona komunitare, por pa qëllim fitimi. Në momentin kur ka një mundësi për të ndërtuar për qëllim fitimi, atë ndërtim i takon ta bëj privati. Duhet të jetë shumë e qartë kjo për të gjithë, sepse
është e pa imagjinueshme që ndërkohë që për pak vite bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, të kemi akoma diskutime mbi disa principe themelore të funksionimit të një vendi demokratik evropian. Karakteri social i pronës është i mishëruar në të gjitha kushtetutat evropiane dhe është normë e bashkëjetesës evropiane. Nuk mund dot të vësh në emër të pronës një gardh rreth rrodullt të dritares të katit parë dhe të rrisësh bakti. Më tutje është krijimi i regjistrit kombëtar elektronik të lejeve të zhvillimit të ndërtimit, që është një databazë digjitale kombëtare, ku do të regjistrohen të gjitha lejet e zhvillimit të ndërtimit të lëshuara nga të gjitha autoritetet e zhvillimit të territorit, çka do të jetë një pikë referimi për të gjithë. Për të gjithë. Kudo ku ka një zhvillim, gjithsekush mund të bëj verifikimin në këtë databazë. Një tjetër mas është krijimi i listës zezë dhe ndalimi për të aplikuar për leje ndërtimi i shkelësve të lejeve të ndërtimit. Dhe jo thjesht i kompanive, po i personave. Lista e zezë do të përfshi zhvilluesit, do të përfshi shoqëritë, do të përfshi individët që kanë shkelur ligjin, përfshirë administratorët, ortakët, pronarët përfitues, që do të përjashtohen nga çdo mundësi për të marrë leje ndërtimi për një periudhë 5 vjeçare. Dhe kjo listë do të mbahet dhe do të përditësohet nga sekretariati teknik i Këshillit Kombëtar të Territorit dhe të Ujit, dhe do të jetë një regjistër publik i aksesueshëm në faqet elektronike nga të gjithë. Dhe gjithë ky proces ndalimi do të thotë që nëse një subjekt ka kryer punime në kundërshtim në shkelje të lejes së miratuar nga organi kompetent, Këshilli Kombëtar apo Bashkia, dhe ka shtuar ose ka ndryshuar edhe qoftë edhe fasadën, këto shkelje natyrisht pasohen me gjoba, pasohen me të gjitha ndëshkimet e tjera, por e bëjnë me njëherë një subjekt të listës zezë. Dhe thash, nuk është thjesht një subjekt, një individ, po janë të gjithë ata që përfshihen në këtë proces. Ku hyn edhe arkitekti, të cilit i hiqet licenca për 5 vjet dhe nuk mund të ushtrojë më profesionin. Një pikë tjetër është monitorimi i territorit nëpërmjet teknologjisë. Përdorimi i kamerave, i dronëve, i sistemeve GPS për monitorimin e ndërtimit dhe kontrollin koreale të zbatimit të lejeve ndërtimit. Sot që flasim, nga ana e Këshillit Kombëtar të Territorit, kërkohet vendosja e kamerave në të gjitha kantierët e ndërtimit. Dhe ndiqet gjithë procesi në kohë reale. Një tjetër mas është krijimi i fondit gjelbër, i cili përcakton detyrimin që subjektet ndërtuese duhet të garantojnë një sasi të caktuar pemësh në raport me sipërfaqen e ndërtimit. Dhe rregullat e posaçme për krijimin e këtij fondi do të përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. Për shembull, nëse një subjekt zhvillues
është pajisur me një leje ndërtimi për një objekt, po themi, me një sipërfaqe 5.000 metra katror, me këtë mas të re në ligj, i lidhet me njëherë detyrimi për të garantuar një numër të caktuar pemësh në raport me sipërfaqen që do të ndërtoj. Është një plan që e kemi përpunuar, do të krijojmë fidanishtet publike në pjesë të ndryshme të territorit dhe në ato pjesë të ndryshme të territorit subjektet do të sjellin pemët. Nuk do të jetë një histori që po unë do mbjell pemë dhe shifemi. Pemët do të ketë një katalog për pemët, do të jenë parametrat e përcaktuar dhe subjektet do të dorëzojnë pemët. Kështu që kush ndërton më shumë, do mbjelli më shumë pemë. Nga ana tjetër, kemi marrë një tjetër masë, dhe këto janë të gjitha në fuqi, që të jemi të qartë. Nuk janë të gjitha masa në fuqi. Që është ndalimi i ndryshimit të aktivitetit, funksionit, destinacionit një objekti, apo të një njësie pa marrë lejen përkatëse. Çfarë do të thotë kjo? Juve nuk e di. Mbase si banorët të këtij qyteti mund të keni ndonjë shembull edhe vet nga familja juaj, por janë të panumërt shembujt e familjeve që ankohen sepse blejnë apartament edhe për fqinj nuk kanë një familje tjetër, po kanë një furr. Edhe thoma e gjumit i bie mbi furr në katin poshtë. Ose kanë një zdrugtar që zdrugon ose sharron me sharr, që mund të quhet shaban ose jo, por që nuk është fare i presupozuar ta zhvillojë aktivitetin aty ku është praktikisht një komunitet familjesh dhe ku ka apartamente. Natyrisht që është e mundur që të ketë aktivitete të caktuara, por pa dyshim që e para këto aktivitete duhen bërë me leje dhe e dyta duhet jenë pjesë e një kategorie të caktuar që nuk trondisin dhe nuk shqetësojnë të gjithë të tjerët. Dhe këtë e kemi parë në mënyrë të vazhdueshme. Dhe po ashtu, për ndryshimin e destinacionit, ka edhe masë që është një masë monetare, në rast se ndryshimi është bërë pa lejen përkatëse, dhe natyrisht është dhe detyrimi për ta kthyer në gjendjen e mëparshme. Më tutje, një masë tjetër e rëndësishme është regjistrimi i lejeve të ndërtimit, pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës dhe njoftimit të dhomës kombëtare të notarisë. Kjo është një tjetër masë për të garantuar që kush blen apartament është apo dyqan është i sigurt që po blen një pronë të regjistruar dhe të regjistrueshme, nuk po blen një pronë që s'do ta regjistroj dot kurrë ose do presim me vite se duhet pastaj të kalojmë proces legalizimi, ndërkohë që ndërtuesi ka ikur në drejtim të paditur. Siç ka ndodhur për fat keq shpesh herë. Dhe noteri do të hyjë në mes në mënyrë që ta garantojë këtë proces. Ka një tjetër parashikim të rëndësishëm
detyrus për lejet e ndërtimit për objektet rezidenciale që duhet patjetër të përfshin hapësirën për fëmijët. Dhe kur them duhet përfshin hapësirën për fëmijët, nuk kam parasysh një baçe 5 metra katror me 5 metra katror me një kolovajse. Kam parasysh hapësirë të brendshme për fëmijët. Po ashtu kemi parashikuar rregulla shumë të qarta për konfiskimin për interes publik apo për strehim social. Dhe çdo ndërtim që do të shkel lejen në masën mbi 2%, 2% që konsiderohet në praktikën ndërkombëtare si një masë e rësyshme ndryshimesh gjatë procesit të ndërtimit, do të konfiskohet për interes publik apo për strehim social. Dhe nga ana tjetër kemi bërë dhe një dallim që deri në masën 10%, pra midis 2 dhe 10, konfiskohet vetëm ajo shtesë. Edhe përdoret ajo sipërfaqe, qoftë për t'i dhënë të pastreve apo qoftë për zyra për shtetin. Mbi masën 10% konfiskohet totalisht ndërtimi. Ky ishte një tjetër blok i risive. Dhe ky blok pastaj vazhdon me disa problematika të tjera që janë punimet e filluara dhe të papërfunduara, për cilat ka përfunduar afati i lejes ndërtimit prej më shumë se 5 vjetësh. Kemi parë në për qytetet ndryshme, një godin atje, rri atje në mes qytetit, edhe bëhet edhe si vend me probleme, kështu që të gjitha këto, sipas këtij akti ligjor, do prishen, do konfiskohen, apo do të vendosen procedura për t'i përfunduar në rast se do shfaqet dikushi që i ka lënë në atë gjendje dhe që do të sjellë garanci që mund t'i përfundojë. Por kryesisht do të është përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave e gjithë procedura se si zhvillohet ky proces. Muret rrethuese janë një problematik më vete në këtë Republikë. Dhe akti që kemi kaluar përcakton se muret rrethuese do duhet t'i nënshtrohen rregullave tip, modeleve tip. Nuk mund t'jetë dot Shqipëria Evropiane një vend ku muret rrethuese janë tërësisht pa asnjë lloj sensi të zhvillimit të përbashkët urban të një lagje apo të një zone apo të një rrukice apo të një rruge. Dhe pa diskutim që siç merret leja për ndërtimin, merret leja dhe për murin rrethues. Muret rrethuese pa leje do duhet t'i nënshtrohen korrigjimit, pra do duhet të adaptohen sipas modeleve tip që do t'i vënë në dispozicion bashkitë për të mos krijuar as burokraci
dhe patjetër që kudo ku janë ndërtuar në godinat për qëllim fitimi, se ka mure rrethuese shtëpish, të cilat për të cilat natyrisht procedura do të jetë mirëkuptuese, edhe do të jepet kohë që ti adaptojnë si duhet, kurse çdo mur rrethues i bërë në për rezorte, në për pallate, në për godina për qëllim fitimi, do prishet. I bërë pa leje, kuptohet. Do prishet, do shëmbet. Dhe për çdo mur duhet marr leje. Sepse muret e keni parë vetë, me siguri edhe kur keni shkuar me pushime, sidomos në jugun e vendit, që ato muret kanë tendencë të glabërojnë treqërekun e trotuarit dhe pastaj janë ato trotuaret minimaliste që jo nuk hecën dot në çift, po duhet hecësh anash që mos biesh në rrugë. Një tjetër masë e marë është që ankimimi administrativ dhe gjyqësor nuk e pezullon ekzekutimin e vendimit përfundimtar të autoritetit përgjegjës zhvillimit territorit. Kjo është një masë shumë e rëndësishme, sepse këtu ka pasur shumë spekulime dhe shumë abuzime, siç ka pasur dhe shumë akte pranimin heshtje, një sport shumë i shëmtuar i mos paraqitjes fare në gjyq të palës pushtet lokal, ose të palës një agjenci qendrore në territor. Kështu që nuk do të ketë asnjë pezullim të ekzekutimit vendimeve të autoritetit përgjegjës zhvillimit të territorit. Një tjetër risi është rritja e rolit të policisë shtetit si pjesë e bashkëpunimit institucional për kontrollin dhe monitorimin e territorit. Bashkëpunimi mes policisë shtetit dhe autoritetet kontrollit të territorit forcohet me instrumenta të ri ligjor dhe i jepet mundësia autoriteteve përgjegjëse, i jepet mundësia dhe pushtetit vendor më konkretisht që të ketë një ndërveprim të menjëhershëm ligjor me policinë e shtetit lidhur me këtë problematikë. Ndërkohë që ka parashikime të reja për mos zbatimin e fasadave sipas projekteve. Kjo është shumë e rëndësishme sepse siç mund ta dini, në Shqipëri operon grupi më i madh i arkitektëve ndërkombëtar në të njëjtin vend. Dhe janë rreth 200 arkitektë ndërkombëtar që studio arkitekturë ndërkombëtare që janë të përfshirë në projektin në Shqipëri. Dhe një pjesë jo e vogël e tyre janë emrat më të mëdhenj në botë. Dhe tani të marrësh arkitekt të këtij kalibri, dhe kjo nuk i heq asnjë gjë të drejtës dhe të arkitektëve lokal, dhe cilido arkitekti që kur bën këtë të realizohet kjo. Jo bën këtë dhe në fund del një kub teneqe, sepse ndërtuesi bën çfarë doj me fasadën. Fasada është e drejta e çdo kujt që nuk banon në atë godin për të pasur një prezencë estetike aty ku jeton. Në radhë parë. Pastaj edhe komponentet e tjerë të fasadës që kanë të bëjnë me kursimin e energjisë, që kanë të bëjnë me të tjera aspekte. Por në radhë parë është e drejta e çdo kujt që jeton në këtë qytet ose në cilëndo qytet që të ketë rreth rrotull gjëra të bukura, jo shëmtira. Kështu
Kështu që nuk është një shpike e jona, por edhe për fasadën, siç thonë dhe legislacionet të tjera, mund shkohet deri në konfiskim total. Deri sot, na i kanë bërë të vështira shumë gjëra sepse kanë përdorur njerëzit si puna e Hamasit për të mbrojtur veten. I kanë futur njerëzit pa certifikat përdorimi në shtëpia, pa mbaruar punimet, pa vende ashensorët ndonjëherë, e të tjera, se i dinë shumë mirë shqiptarët që më dëgjojnë tani, dhe e kanë bërë të pamundur që të ndërmerren masat ekstreme, që të bëhen, se çfarë do konfiskosh aty? Si do ta konfiskosh? Kur njerëzit janë brenda? Si do ta bllokosh më tej e tjerë? Ndërkohë që ndryshimi thelbësor që bëjmë me këto ndërhyrje që nuk ka më uje, nuk ka më drita pa marrë certifikatën e përdorimit dhe nuk ka më 100 darkë të paguar nga njerëzit për të plerë shtëpi që mos përkthehet në pronë me hipotekë. Dhe nuk ka më që tjetër leje merr e tjetër leje zbaton. Kështu që deri për fasadën dhe janë të përcaktuara si e qysh, do shkohet deri në konfiskim. Tani vim tek një element tjetër që me shumë të drejtë, me drejtën e Zotit dhe të popullit, shumë qytetarë kanë ngritur gjatë gjithë kësaj periudhe, që mirë më dakord këta që shkelin e këta që bëjnë, po çfarë ndodh me ata që duhet kontrollojnë? Se tani përtej faktit që kjo është shumë më vështirë të bëhet se sa të thuhet, po në fund të ditës diçka dikush duhet ta paguajë dhe nga ana tjetër. Dhe ka një sër masash të reja, se këtu sporti i ndërtimit pa leje është zhvilluar si sport kombëtar për shumë vite. Ne e kemi ulur çdo vit kurbën, por nuk e kemi sheshuar. Dhe në këtë sport kombëtar që ju nuk e di sa e mbani mend, po që është nxitur edhe nga lart. Ka qenë dikush këtu para meje që e quante Bathore mrekullinë e 8 botës, sepse është i pari qytet thoshte që është ndërtuar i gjithë i pa leje. Edhe e quante si, domethënë ishte gati një aplikim që mos thoni ju globi që ka 7 mrekulli, se janë 8. Pra është incentivuar ndërtimi pa leje në mënyrë të fuqishme. Dhe edhe punonjës të shtetit janë marrë me ndërtime pa leje. Tani këtu ka një pikë që në rast se konstatohet që punonjës i shtetit qoftë me kohë të plotë, do mjafton që të marri 1 euro nga taksat me kohë të plota, me kohë të pjesshme, ka kryer punime pa leje, qoftë përkohshme, qoftë përhershme, more edhe një pergolat lart atje. Do të ndalohet të punojnë në shtet për 7 vjet. Nga momenti që do të konstatohet dhe të njoftohet masa. Përveç pasojave tjera si çdo kusht tjetër, që janë pasojat natyrës administrative, gjoba tjera dhe të natyrës penale. Sepse ndërkohë kemi dhe ndryshimet në kodin penal, të cilat do të hynë në konsultim publik, nuk kanë hyrë akoma në fuqi. Më tutje ka parashikime të reja për detyrimin që subjektet që kapen në shkelje të mbulojnë shpenzimet për prishjen dhe për pastrimin, se dhe kjo histori që ca ndërto pa leje dhe shkon shteti, harxhon para
kohë, energji të kapitalit njerëzor për të prishur edhe për të pastruar nuk mund të vazhdoj kështu. Kështu që edhe shpenzimet e prishjes dhe shpenzimet e pastrimit do t'i ngarkohen fajtorit. Më tutje ka një mas tjetër që është mosveprimi i autoriteteve në rastet të miratimit në heshtje, që janë rastet kur dokumenti i lejes duhet t'i dorëzohet kërkuesit 15 ditë nga dita e pagesës, taksës ndikimin në infrastrukturë nga autoriteti vendor dhe 30 ditë nga autoriteti qendror, dhe pastaj leja gjenerohet automatikisht e tjerë, në të gjitha këto raste do të ketë sanksione. Dhe sanksionet do jenë direkte për kryetarin e bashkisë apo për sekretariatin e KKTU-s në varësi se kush e ka dhënë se. Ka historira të habitshme me pamundësi objektive nga ana e subjektit për të paguar taksë nga një anë. Domethënë që ti të presësh dhe të mos të thonë hajde paguaje taksën, ose që ti shmangesh kësaj duke luajtur me sy me autoritetin përkatës, është e pa tolerueshme. Më tutje janë ashpërsuar, siç thash, masat administrative që përveç kësaj që përmenda kanë bëjnë me mosdeklarimin e punimeve që kryen me deklarat paraprake, kanë bëjnë me kryen e punimeve pa leje brenda brezit bregdetar apo në zonat me përparësi zhvillimin e turizmit e tjerë. Ky ishte bloku i dytë. Bloku i tretë i ndryshimeve janë në ligjin për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme, ku hyn monitorimi i lejeve në kompetencë të Këshillit Kombëtar të Territorit nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit, që do të sjellë një ndryshim të qëndrueshëm të gjithë strukturës së monitorimit në tërësi. Dhe trupës së inspektimit të krijuar nga inspektoriatet e mbrojtjes territorit do t'i shtohen dhe 2 persona të tjerë përgjegjës me rol mbështetës nga Drejtoria e Monitorimit pranë agjencisë. Kjo do të bëjë që surprizat që i kemi parë në forma nga më të ndryshmet të minimizohen maksimalisht. Unë mendoj se duhet të asgjësohen, po le të themi të minimizohen maksimalisht, sepse çdo godinë dhe çdo leje, ndërtimi për një godinë do të lidhet me persona përkatës. Dhe nuk do të jetë më faj anonim. U ndërtuan 4 kada, 5 kada në mes Tiranës, edhe faji është anonim. Nuk do të jetë më kështu. Çdo godinë, çdo leje ndërtimi do të jetë lidhur me persona. Dhe personat do të përgjigjen për çdo certifikim të rrem apo të pasakt të punimeve në çdo fazë. Ajo që njerëzit thonë me drejt, po mirë, syt ku i kishin këta të tjerët. Pra, janë një sër masash që e bëjnë mbylljen e syve fatale për atë që mbyll syt. Më tutje ka një sër gjobash nga Sekretariati Teknik pranë autoriteteve të inspektimit në rast konstatimit të shkeljeve të lejeve të ndërtimit. Pastaj
është përcaktimi të paktën një inspektori si person përgjegjës që ka për detyrë të monitorojë dhe kontrollojë zbatimin e projektit gjatë gjithë procesit, se mund të ketë raste që ndryshojnë. Njëri do të jetë nga fillimi deri në fund të procesit. Më tutje është largimi nga detyra, largimi menjëhershëm nga detyra dhe kallëzimi penal për të gjithë inspektorët në rastet kur konstatohet mos vënie në dukje e shkeljeve. Për shembull, po jap një shembull konkret. Nga kontrollet e bëra, jo 1 e 2, më shumë se sa 1 e 2 kontrolle fatkeqësisht. Si rezultati i denoncimeve të bëra nga qytetarët tek ai portali hapësira ime publike, ka rezultuar që ndërkohë që në territor leja shkelur rënd, në bashki, aktet e konstatimit të inspektorëve bashkiak figurojnë çdo gjë në rregull. Dhe për këtë lloj fenomeni, në çdo rast që provohet mosveprim apo aq më keq akoma pastaj mbyllje e syve, masa është largimi menjëhershëm nga detyra dhe ndjekje penale. Dhe ndalim për të kthyer në punë shteti për një periudhë të caktuar kohe. Të gjitha denoncimet e bëra nga qytetarët në portalin hapësira ime publike apo në forma tjera të provueshme do të jenë të lidhura drejt për drejt me personat përkatës. Pra, asnjë denoncim nuk do të mund të lihet sikur nuk ndodhi. Në rast se një denoncim është lënë sikur nuk ndodhi, direkt shkohet tek përgjegjësia. Një tjetër ashpërsim i masave lidhet me mosushtrimet e kontrolleve dhe me një sër elementësh të tjerë që kanë të bëjnë me jo vetëm me shtrëmbrimin e rezultateve të kontrollit, por edhe me mos respektimin e afateve për të marrë vendimet e parashikuara në kohë, me mos respektimin e afateve të zbatimit të vendimeve të parashikuara në ligj, me mos zbatimin e vendimit të pezullimit punimeve, me mos respektimin e afatit për dhënien e informacionit dhe pengimin për përmbushjen e detyrës dhe me mos paraqitjen e kërkesës menjëhershme për heqjen e licencës të mbikëqyrësit punimeve në rast se konstatohen shkelje. Këto janë të gjitha masat e reja të cilat janë në fuqi sot që flasim. Ndërkohë që hynë për konsultim ndryshimet në kodin penal. Në ndryshimet në kodin penal, ku fillon nga zënia e tokës, pra çfarëdo lloj zënie toke, publike apo private, pa pasur një titull ligjor që do të thotë leje, për çfarëdo lloj qëllimi, banim, shfrytëzim të çfarëdoshëm, do dënohet me burg. Edhe për parking, zë tokën, bën një parking të palishëm, do shkosh në burg. Pastaj janë nenet e tjera për përsëritjen apo bashkëpunimin, apo kur kjo sjell pasojë
që rritet masa e dënimit. Masat e dënimit do t'jenë përfundimtare kur të shpallet drafti, kështu që nuk po i citoj. Ndërsa kur këto sulme bëhen në zonat mbrojtura, bëhen në parqe natyrore, cënojnë objekte trashëgimisë kulturore, objekte kulti, monumentet kulturës apo infrastrukturën kritike, atëherë burgimi është goxha më i gjatë. Dhe kur një vepër e kësaj natyre kryhet nga persona që paguhen nga shteti, në çfarëdo lloj pozicioni qofshin, dhe sidomos kur konstatohet symbyllje dhe bashkëpunim nga ata që duhet t'i ruajnë këto territore, atëherë dënimi është edhe më i gjatë. Dhe ka një sër nenesh që lidhen pikërisht me personat që punojnë për shtetin. Dhe në fund fare do të propozojmë dhe disa ndryshime për administrimin e objekteve të konfiskuara dhe ndërtimet pa leje për interes publik dhe strehim social, ku shfuqizohet e drejta e parablerjes në një procedurë konfiskimi dhe e drejta për të lidhur kontratë me premtim shitje. Ky është thelbi i këtij ndryshimi. Këto janë të gjitha ndryshimet, përveç atyre të kodit penal, të gjitha të tjerat janë në fuqi dhe Ministria e Brendshme, Ministri i Drejtësisë ka nisur punën për një proces informimi. Do t'i çojmë të gjitha ndryshimet në një paket informimi për të gjithë autoritetet dhe për të gjithë punojësit që lidhen me këtë problematik. Do t'ja uçojmë të gjithëve me emër dhe me mbiemër në zarf, do japim dorë, që mos thonë nesër nuk e kisha lexuar, nuk e dija etj. Të gjithë. Do t'ja çojmë të gjithë gjykatësve të gjykatës administrative. Se dhe ata janë shumë të zënë edhe kanë shumë ngarkesë, edhe nuk kanë kohë mbase që t'i lexojnë. Madje atyre do t'ja u bëjmë dhe me shpjegime, sepse është një fushë specifike që shpeshherë edhe nuk e kuptojnë dhe nuk kanë faj. Dhe i mirë kuptojmë në mos kuptimin e tyre, dhe t'ja uçojmë emër mbi emër çdo gjykatësi të gjykatës administrative, të gjitha ndryshimet me të gjitha shpjegimet teknike, dhe do t'i vëmë dispozicion edhe ekspert në rast se kanë nevojë për sqarimet më teshme. Dhe uroj shumë që marrjet e masave të sigurisë në dhoma të ashtu quajtur këshillimi, ku nuk lajmërohet asnjëri dhe ku nuk kanë iden fare se çfarë mase po marrin, se vjen një ankesë me letër dhe nuk e shohin fare se për çfarë bëhet fjalë. Dhe marrin masa sigurimi që i bie ndesh një komuniteti të tërë atje. Dhe komuniteti atje me drejt thot, ja e shef, korrupsion. Vetëm se ja vë gishtin e korrupsionit institucioneve që duhet ta heqin atë çiban aty, ndërkohë që korrupsionin e bën dikush tjetër. Të marrin fund. Dhe patjetër që do t'i publikojmë të gjitha këto edhe për dijenin e publikut. Dhe kush do t'jetë interesuar t'i shkoj, do t'ja uçojmë të gjitha arkitektëve licencuar të Republikës Shqipërisë me zarf dhe me emër, të gjitha studiot të arkitekturës, do t'i çojmë të gjithë noterëve, të gjithë inxhinierëve, të gjithë ndërtuesve, patjetër do t'ja uçojmë të gjithë ndërtuesve, atyre që nuk din shkrim e këndim, do t'ju vëmë dispozicion edhe një lexues
në rast se duan me licencë, që askush mos thot nesër nuk e dija. Dhe e drejta e komunitetit duhet triumfoj një herë mirë dhe asnjë lloj force e verbër e çfarëdo lloji për mase nuk mund do të marrë peng asnjë familje të vetme duke i ndezur furrën poshtë krevatit dhe jo më pastaj të marrë peng një lagje të tërë duke vënë traun atje apo duke vënë vazot lart e poshtë apo duke ngritur ato pergolatat prej hekuri nga të katër anët. Sigurisht që e kam thënë më parë, kjo është Tiranë, nuk është Teheran, dhe patjetër që rregulloria e re e shfrytëzimit të hapësirave publike për aktivitete tregtare do të hapi rrugën që edhe ata që kanë aktivitete tregtare të bëjnë aktivitetin e tyre dhe qytetet të marrin atë lezetin që ka një qytet kur ka mesdhetar, kur ka edhe mundësinë që t'ulesh edhe jashtë mureve, sidomos në periudhat më të ngrohta e më të nxehta, por çdo gjë me rregull dhe në mënyrë strikte. Kjo është pak a shumë e gjithë panorama dhe prandaj menduam që ta bëjmë në këtë formë, që ta ndjekin njerëzit dhe që të kemi mundësi të përgjigjen pyetjeve tuaja, të cilat duhet jenë vetëm për këtë temë. Dhe për asnjë gjë tjetër. Kjo nuk është konferenca e vitit të ri, nuk është as konferenca e zgjedhjeve të reja, është konferenca e komunikimit me publikun për një hall shumë të madh të përbashkët të qeverisë edhe të publikut, që është hapësira publike, që është prona dhe pacënueshmëria e trupit plot hire të Shqipërisë. Nga lloj-lloj aventurierësh dhe nga lloj-lloj karagjozësh që duhet të tërhiqen në pozicionet e tyre dhe të bëhen njerëz normal. Kjo është konferenca, kështu që për këtë pyetjet dhe nuk do mund të marrim pyetje nga të gjithë, kështu që të fillojmë edhe me pyetje vetëm për këtë. Asnjë pyetje tjetër nuk më përgjigje, kështu që as mos e tentoni fare. Dhe kur nuk e tenton Elia, ju tjerët e kuptoni vetë që s'keni shans. Elia do ta bëjë vetë, por gjithsesi. Jo, se nuk është konferenca vitit të ri. Kryeministër, sepse ju kur jeni jashtë i përgjigjeni të gjitha llojeve të pyetjeve. Do t'i japësh mikrofonin mos humni kohë se nuk do ta kemi shumë të gjatë këtë. Do ketë një parashikim për oraret kur punohet në përkantjere, sepse Tirana zgjohet edhe fle me zhurmën e betonierëve, makinerive, aq sa mund të flihet në këtë zhurmë. Do të ketë masa, do ketë orare të përcaktuara sepse kuptojmë që këta janë kostot e zhvillimit të qytetit, por është e pamundur të vazhdohet të jetohet me këtë. Tani oraret e kantierëve nuk janë çështje ligjesh edhe kodesh. Oraret e kantierëve janë rregulla që vendosen nga autoritetet vendore, por është provuar kjo punë edhe natën, është provuar edhe ditën jo se na bllokohen rrugët, natën jo se kemi zhurmë. Tani ndonjë mundësi tretë që s'është as ditë, s'është as natë, nuk ka, por kjo është një çështje e autoriteteve vendore dhe sa më shumë hapësirë t'ju jepet të mund të ndërtojnë, aq më shpejt do ndërtojnë. Sa më shumë të zgjatet duke ngushtuar hapësirën, aq më problem është. Kështu që nuk është çështje e qeverisë kjo. Një çështje që ishte parashikuar të ndryshimet, ishte në mos gaboj ligji 107 për planifikimin e territorit, ku ju thoni që nuk do të prisni, nuk do të ketë asnjë mas pezullimi që do të pengoj punën e autoriteteve në rastet e shkeljeve. Si mund të mos merret parasysh një vendim pezullimi nga gjykatat? Duhet ta lexoni me vëmendje të
dispozitën të detajuar ashtu siç është, edhe është plotësisht ligjore. Muhamet Veliu nga Top Channel. Kryeministër, gjatë këtyre 2 muajve ne kemi parë dhe kemi raportuar përpjekjet tuaja për atë që keni... Do me thënë, bëjt jam një shembull, në rast se policia është duke ndjekur një ajdut, mos them një vrasës që po, është duke ndjekur një ajdut, nuk shkon në gjykat dhe pastaj e kap, po e kap dhe pastaj e çon në gjykat. Kështu që këtu flasim për flagrancat. Mundem? Po. Muhamet Veliu, Top Channel. Kryeministër, gjatë këtyre 2 muajve ne kemi parë dhe kemi raportuar aksionin për lirimin e hapësirave publike, kemi parë heqjen e tendave me dur alumin, heqjen e çadrave, ndërkohë karriget vijojnë të jenë prezente. Ju sapo përmendët rregullore, ne keni gati. Kur do publikohet kjo rregullore për vijimin? Tani kam dëgjuar vazhdimisht këtë të karrigeve, tani kjo është një luftë e përditshme. Por disiplinimi edhe i karrigeve, siç e thash, do të bëhet me rregulloren. Ne kemi punuar me një grup madh pune për një rregullore të përgjithshme, pastaj çdo bashki do ketë diskrecionin e vet natyrisht, dhe pastaj do të hyet edhe në këtë pikë. Por kemi parasysh një gjë, që edhe për karriget, çështja e interpretimi është se mbasi të vendosen vijat e kuqe që deri këtu mund të shtrish karriget, në momentin që ti shtyesh më tutje dhe bëhesh dhe vë në rrezik të tjerët që kalojnë aty, të kapin shumë nga këto të tjerët, se edhe ajo zënje arbitrare e hapësirës publike është. Kështu që megjithatë ky është proces. Rëndësi ka që t'i shkojmë mirë deri në fund çmontimeve, që pas kanë qenë të pafundme. T'u japim mundësi të gjithë atyre që kanë aktivitete që të mund të ushtrojnë aktivitet dhe jashtë derës, por në një hapësirë të përcaktuar siç e kanë qytetet evropiane, sa përqind e trotuarit i të takon ty, sa përqind i takon publikut, t'u japim mundësinë që me projekte të mirëmenduara, të miratura, të mund të krijojnë edhe kështu hije e tjerë, jo nga ato hekura dhe nga ato çadrat, dhe të bëjmë diçka që t'jetë tamam në lartësinë e rilinjes urbane 2.0. Mola Luku nga Vision Plus. Zoti Kryeministër, ju më herët, sa i përket aksionit për lirimin e hapësirave publike, keni thënë që do të ketë një postim për varrezat e makinave. Mos gabojnë, pasi keni cilësuar dhe si një filluar mjedisore. Ku do të shkojnë këto automjetet vjetra që kanë qëndruar aty për vitesh? Pra do të ketë një hapësirë të posaçme për këto? Po pse do të mbajmë patjetër makina në kurrizë, ato do shkojnë për scrap, patjetër. Një pjesë, ato që janë akoma të mundura të funksionojnë, po i merr shteti për t'i vënë në funksion, ato që nuk janë më funksionale do shkojnë për scrap, patjetër. Dhe ka filluar agjencia e konfiskimeve, ka filluar dhe do krijojmë disa të ardhura me ato. Klesiana Omeri, Klan News. Zoti Kryeministër, kam 2 pyetje. E para lidhet me listën e zezë që ju përmendët dhe për ata të cilët do të përfshihen, thjesht për ta sqaruar nëse do të ketë ndonjë hetim edhe apo do të përfshihen edhe ata të cilët kanë dhënë, për cilët keni dhënë leje deri më tani, apo do të nis procesi vetëm deri në momentin që është krijuar kjo listë e zezë. Edhe një pyetje të dytë, padyshim gjitha këto masa janë shumë të rëndësishme për sa i përket çështjes së pronës dhe mbrojtjes së saj, por një tjetër shqetësim për qytetarët është dhe çështja e çmimit të këtyre pronave. A ka një formë qeveria që mund të ndërhyjë si rregullator
pavarësisht gjitha masave që keni prezantuar edhe më herët për një sër kategorish për lehtësira për sa i përket kredimarrjes. Faleminderit. Kjo lista e zezë është në fuqi, tani që flasim, si normë. Kështu që kushdo që është duke ndërtuar tani që flasim, nuk tani çfarë janë ndërtime që kanë mbaruar edhe që njerëzit janë brenda edhe që e kanë kryer ciklin e tyre, natyrisht që s'ka lidhje, po çdo kantier që është sot i hapur është subjekt i listës së zezë, patjetër. Pra, nuk fillon lista e zezë nga lejet që do jepen nga nesër, sepse askush nuk thot që kush ka marrë leje mund të vazhdoj të bëj shkelje. Përkundrazi. Kështu që të gjitha këto vlen për ata që janë në kantier tani dhe duhet të jenë shumë të kujdesshëm sepse në këtë pikë nuk do toleranca do të jetë 9-0. Për këto qoftë. Dhe ata që kanë influenca dinë se si ti shmangen edhe daljes nëpër media, ju po etj. Po ju them që janë bërë goditje kudo dhe për këdo. Pavarësisht se kur goditet në një emër i njohur nuk del nëpër media sepse është ai muhabeti juaj. Po ne goditjet i kemi bërë dhe do vazhdojmë t'i bëjmë. Nuk ka asnjë që është mbi 83 mandatet që na ka dhënë populli shqiptar. Dhe ne nuk do ndalemi në këtë pikë. Për sa i përket çmimit, ne jemi duke përgatitur krijimin e një agjencie të re, që do të jetë Agjencia Kombëtare e Planifikimit Urban dhe Strehimit, dhe do t'i qasemi në mënyrë të re çështjes së strehimit, qoftë për sa i përket strehimit social, qoftë për sa i përket incentivave për të krijuar mundësi për kategori të ndryshme shoqërore që të mund të aksesojnë apartamente me çmime më të arsyeshme. Klajdi Bodi, Syri Televizion. Të gjitha këto propozime për ndryshim ka një kosto për ndërtuesit dhe duke marrë parasysh çmimet e apartamenteve në Shqipëri dhe raportet ndërkombëtare që cilësoj Tiranën dhe Shqipërinë si lavatriçe të pastrimit parave të pista, a mos është le të themi teksa po përflitet një fluks ndërtimi në Shqipëri. Gjithë këto ndryshime duke shtuar koston e ndërtuesve mos po tentojnë që të mbajnë të njëjta çmime dhe duke bërë të pamundur blerjen e një shtëpie në Tiranë, le të themi një tjetër okej për pastrimin, për vijimin e pastrimit parave të pista. Dhe pyetja e dytë në lidhje me operacionin për hapësirat publike. Sipas jush, cila është bashkia e cila mund të themi ka dështuar totalisht në menaxhimin e hapësirave publike? Paktën Tirana është kryesisht qyteti që ka më shumë problematika, po ndoshta një vlerësimi juaj duke qenë se jeni dhe iniciatori i gjithë kësaj aksioni, kush është bashkia që ka dështuar në menaxhimin e hapësirave publike dhe në zënien e tyre kundrejt cënimit të lirisë së qytetarëve? Tani, e para, Tirana është sikur më parë në media ndërkombëtare si një kryeqytet në zhvillim, si një kryeqytet për të vizituar, si një kryeqytet me arkitekturë të admirueshme për shkak të disa veprave arkitektonike natyrisht për të gjitha etj. Dhe natyrisht që siç ka 95% të artikujve në media ndërkombëtare që flasin për këtë Tiranë, ka dhe një 5% që flet për këto historitë e lavatriçeve. Po unë nuk merrem as me lavatriçe as me frigorifer, unë merrem me Tiranën dhe me Shqipërinë që po transformohet dita ditës dhe që është në sytë të gjithëve ky transformim. Në sytë të gjithëve. Edhe në Danimark, kur ishim dje,
për u them që akoma ma përsërisnin sa bukur Tirana, sa mirë kaluam Tirana. Imagjino, Tirana, një qytet, një krye qytet, kur unë kam pritur gazetaren e parë të huaj që kam takuar për shkak detyrës si ministër kulture, që ishte një gazetar italiane e revistës Panorama, më kam mbetur gozhd ajo që më tha, se s'më kishte shkuar mendja, tha, ky është i pari qytet që unë shoh në jetën time ku nuk bëj dot një fotografi. Besoj ka thënë Departamenti i Shtetit dhe kreu i Kurse unë besoj, Zoti Dumani. kurse unë besoj që të quhesh sy nuk do të thotë që të kesh ekskluzivitetin që të punosh me gojen sa herë që të shkon mendja, ndërkohë që këtu merret mikrofoni, bëhet pyetja, jepet përgjigja dhe vazhdohet. Kështu besoj unë. Dakor? Kjo është përgjigja ime për çështjen e frigoriferit. Për sa i përket pyetjes tjetër të kostove. Çfarë do të thonë kjo pyetje? Se nuk e kuptova. Kjo është si puna një debati që kam dëgjuar në Komisionin e Ligjeve, çfarë komisioni ishte para shumë vitesh, që donin gjoba sociale. Pra, gjobat që ne kishim propozuar për shkeljet e rregullat qarkullimit ishin shumë të larta. Dhe disa deputet të frigoriferit i kërkonin gjobat sociale. Ka një gjë shumë të thjeshtë në këtë punën e kostos. Mos bëj shkelje dhe nuk ke asnjë arsye që të kesh kosto. Mos ndërto pa leje dhe nuk ke arsye të paguash për prishjen dhe për pastrimin e pocaqisë dhe të krimit që ke bërë. Mos shto jashtë lejes sipërfaqe dhe nuk ke kosto kur të vinë dhe ta konfiskojnë. Dhe mbi të gjitha, kostot e ndërtuesve nuk më interesojnë fare. Ajo që më intereson mua janë kostot e qytetarëve. Kostot e qytetarëve që paguajnë me kursimet e jetës tyre dhe marrjen dhe kredira etj. Për të marrë një apartament, për të marrë një shtëpi dhe e ndërrojnë atë shtëpinë e re. Dhe kur shkojnë paguajnë, ndërtuesi, se kisha një rast konkret para 2 ditësh me një karagjos. Ndërtuesi i tregon projektin. Edhe ke projekti shikon njeriu, mblidhet gjithë familja, shef projektin, gjithë gëzim, aty projekti shkëlqen me pemë, me ndryqim, dhe paguan. Kur shkon atje, ajo godina nuk ngjan fare me atë që ka parë në fotografi. Është e shëmtuar. E para. E dyta, futet brenda dhe nuk merr dot hipotekën. Sepse ai ndërtuesi ka shkelur të gjitha kushtet e lejes. Se do t'i marri me vete në varr ato metrat katror tepër që ka bërë. Edhe kjo është kostoja që më intereson mua. Nuk është kostoja që do t'i rritet, që mos përmend emra tani, që do t'i rritet X-i do Y-it, se patjetër do që të bëj shtesa. Se nuk i dalin. Nuk i dalin 100 vila, do të bëj 120. Do dhe 20 pa leje. Po si edhe një shembull. Dhe para 2 ditësh, fola me njërin që e mora vetë, se i kishte bërë edhe të fortin inspektorëve. Ja kishte shitur apartamentin një zonje
me balkon. S'kishte balkon. I kishte marrë balkonin. Dhe me drejt thoshte, ja ku është. Kishte bërë denoncimin. Ma qoj dhe mua, ja ku është. Çfarë kam bler? Një godin me 3 kate dhe në katin e parë me balkone dhe ja çfarë kam marrë. Një godin me bubuzhela, se kështu i them unë atyre kondicionerëve që i vënë në për fasada, se nuk i kanë në lejen e ndërtimit, dhe do t'ja heqim të tërë kondicionerët në fasadat atyre që janë akoma në proces, të tjerëve s'kemi që i bëjmë. Dhe ja kishte nxjerr apartamentin në rrugë. Derën, domethënë ajo derën e balkonit e kishte bërë derë për dalë nga shtëpia në rrugë. Edhe kush vinte në rrugë t'i futej në shtëpi. Këto janë kostot që kam meragun. Nuk janë kostot e atij tipit që o do bëj balkonin, o do hyndis në zezë. A mund të dorëzosh mikrofonin diku tjetër se a mund të dorëzosh mikrofonin tani? Mund të dorëzosh mikrofonin? Exolasheu Euronews Albania. Çështja e kjo pyetja e cila bashki ka dështuar është një pyetje që prap pyetje frigoriferi, sepse këtu nuk bëhet fjalë se ka dështuar një bashki apo kanë dështuar gjitha bashkitë apo kanë dështuar të bashkitë. Çështja është që ky është një kancer i futur në trupin e Shqipërisë nga Partia Demokratike e Shqipërisë, që jemi shumë qartë, dhe nga udhëheqësi legjendar i asaj partie që thoshte Bathorja është mrekullia e 8 e botës, se është qyteti i parë në historinë e botës i ndërtuar i gjithë i pa leje. Është fjalim historik elektoral. Nuk është një dhe që thoshte në LAN po ndërtojmë Zvicrën shqiptare. Tek ato, kur u zu Lana, se ke qenë i vogël ti, kur u zu Lana. Dhe ky kancer është luftuar në vimësi dhe është fiksimi im ky kancer. Që nga filluar të luftoj që ditën e parë që më çdo mundësia të luftoj, por çka ka ndodhur me këtë kancer është të kurur, por nuk është shëruar. Pra, nuk jemi sot në kushtet që t'jemi të qartë se shumë kush thot, po mirë, akoma kjo histori, jo, nuk është akoma. Kjo është pjesë e i procesi. Se nuk jemi në kushtet kur vetëm nga Lana kemi hequr 132.000 ton. 132.000 ton mbetje inerte. Vetëm nga 2 rrypa e Lanës. Atëherë, sot nuk jemi në të kushte, sot janë struktura të çmontueshme. Sot janë struktura të çmontueshme. Është një ndryshim shumë i madh. Për sa i përket kadreve pa leje, po, e vërtet, janë bërë kadre pa leje, po janë të gjitha të konfiskuara. Të gjitha janë marrë, janë sekuestruar, dhe në bazë ligjit janë detyruar aty ku kanë dashur ta bëjnë këtë gjë, t'i blejnë me çmimin e tregut. Dhe janë detyruar t'i blejnë me çmimin e tregut vetëm për një arsye, dhe edhe këtë parablerjen e hoqëm tani, se s'ka nevojë më. Tani kush bën të re, nuk do t'jetë më në gjendje të marrë njerëzit e t'i përdori si Hamasi. Ja, u kemi dhe mundësinë e parablerjes sepse ja kishin shitur njerëzve. Dhe si ta konfiskosh? Çat konfiskosh?
Dhe janë miliona e miliona euro që vazhdojnë mblidhen. Sa për të qenë qartë. Pra nuk jemi në kushtet kur se katët pa leje janë ndërtuar historikisht, nuk janë ndërtuar tani. Por ama nuk janë kur konfiskuar. Tani konfiskohen. 4.000 kusur metra aty të syri Tiranës është bërë kontrata, do t'i marrë i shteti. Aq sa janë, metër për metër që janë pa leje, do t'i marrë i shteti. Është e nënshkruar. Ndërkohë që, kur në atë kohë unë propozoja që të vendoseshin gjoba, e di sa u vu gjoba? U vu 4% e kostos. 4% e kostos. Gjobë për metrin katror pa leje është incentivi më jashtëzakonshëm që t'i thuash njerëzve vazhdoni se ku ta gjesh. Më mirë paguaj 4% kostos se sa të presësh marrësh leje e të pagush taksë. Dhe nuk e kujtoj eksakt shifrën se sa metra katror u ndërtuan pa leje në Tiranë. Dhe ishte koha kur edhe të gjithë inspektimin e kishte pushteti qendror një të ashtu quajtur policinë ndërtimore. Mund të ketë policinë ndërtimore? Për të prish? Kështu që duhet pak kujtesë historike se kur e ke arkivin në frigorifer, nuk të punon syri. Ka një pyetje tjetër? Po. Eksela Sheu, Euronews Albania, zoti kryeministër, aksioni i lirimit të hapësirave publike do të jetë një nga pikat kryesore të fushatës suaj për të kërkuar votën e kryeqytetasve më 9 nëntor? Po zot, nuk është aksion. Aksionet fillojnë dhe mbarojnë, kjo nuk mbaron. Nuk është aksion. Është një operacion final i metastazave të fundit të kancerit 30 kusur vjeçar. Nuk është aksion, nuk ndalon kë. Do vazhdojmë. Prap në theth, prap atje në theth, prap. Por, ndryshe nga hera tjetër, u kap në kohë dhe tashi do shikoni që do bjerin tokë. Kështu që kjo vazhdon. Vetëm se tani nuk vazhdon më si macjave miun, tani me këtë paket të re ligjore, pasojat janë aq të mëdha për ata që i marrin këto iniciativa, sa që nuk besoj që do jetë si më parë. Kështu që gjithë kjo kurrë brendse do shkoj dhe do bjerë në fund. Nuk diskutohet, dhe kjo nuk ka lidhje fare zero me pjesën tjetër të pyetjes. Po, edhe, po se, vetëm do më thua, qa i thosha ati gjithë kohës në vesh, se nuk e mora vesh. Punori në të njëjtin televizion? Pse konsulte kështë atë që në vesh? Jebe që mikrofoni. Po qa konsultohesh gjatë gjithë kohës? Po jebe pra pak mikrofonin të shi? Po qa pytet bësh ti të shi, ti do bësh pyte për para koleges? Tani ti dukesh nga largë që edhe djalë qytetarë dhe një pritë. Po. Më falë, do ta jap më një herë. Kërkojnë ndjes. Urdhë. Razila Muslimaj nga Report Televizion. Çfarë po i thosh aty në vesh gjithë kohës? Jo, pak rëndësi ka. Ja, edhe ai të mësoj të si të gënjesh, po ti nuk do gënjesh. Më thuaj. Pak rëndësi ka, sepse nuk ishte lidhje me temën. Po pas kishte lidhje me temën, ajo pa shumë e qartë, po ishte konsult intime. Më thuaj. Intime jo, po Jo, intime në kuptimin dhe më thënë ishte i muhabet tjetër. Doja t'ju pyesja në fakt lidhur me disa reagime të ashpra tuaja publike, lidhur me disa gjyqtarë, pikërisht për vendimet që kanë marrë me ndërtimet pa leje apo zënien e hapësirave publike. Pra nuk jeni marrë veç se me ndërtuesit, por jeni marrë gjatë edhe me gjyqtarët. Ka patur një reagim për këtë nga Unioni i Gjyqtarëve edhe nga KLG-ja, duke cilësuar si cënim të pavarësisë së gjyqësorit. A
e cënon, zoti kryeministër, pavarësinë e gjyqësorit retorika juaj e ashpër ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve, ndaj njerëzve të drejtësisë? Po e kuptoj. Dhe a është në kompetencën tuaj ti komentoni vendimet e gjykatave? E kuptoj. Tani, faleminderit shumë për pyetjen se është më rëndësi. E para, unë jam marrë me ta dhe do merrem prapë me ta për një çështje të interesit publik, jo për një çështje të lidhur me ndonjë individ, po është një çështje e interesit publik. Dhe është një çështje edhe personale, sepse ata të Unionit janë ata që shkojnë në gjykatë kushtetuese dhe kërkojnë rritje pagash në mënyrë të vazhdueshme, mos gabohen. Prap kanë kërkuar rritje pagash. Sepse u bëj një rritje pagash dhe u te i kalua skema natyrale e çdo shteti e piramidës pagave, vetëm për një arsye, për t'i dhënë fuqi gjykatësve dhe prokurorëve në funksion të reformës në drejtësi, që të ndiheshin të mbështetur dhe të pavarur dhe të mirë paguar. Dhe janë më të mirë paguarit në rajon. Por kjo nuk do të thotë që në të gjithë historinë e këtij vendi ata duhet vazhdojnë të jenë mbi presidentin e Republikës. Dhe kjo nuk do të thotë që sa herë të rriten pagat e mësuesve, të punonjësve të policisë, të mjekëve, të infermierëve, pagat e tyre duhet rriten se duhet jenë gjithmonë më lart, jo. Më le të mbaroj tani se ma bëre pyetjen. Tani kështu është kur bën pyetje interesante do të dëgjosh përgjigje më të gjatë. Pra këta janë ata të Unionit që të jemi të qartë. Dhe u shqetësuan ata. Po unë si t'ja bëj tani? Sepse në momentin kur qytetarët me shumë të drejtë denoncojnë dhe thonë kemi këtë këtu, na ka zënë rrugën. Një nga këto masat e sigurisë ishte marrë për një godinë ku jo metaforikisht, literalisht, familjet kalonin përmes lokalit që të çonin fëmijët në shkollë. Nuk kishte nga kaloje. Ishte zënë rruga komplet midis dy pallateve, dhe për të dalë në rrugën kryesore, ata duhet futeshin në për lokale. Dhe tani, qa ti them unë atyre familjeve, ti kap tek e tek, ti them shiko se nuk e keni nga unë dhe nuk e keni nga qeveria këtë gjë, se ata me drejt tonë, ja, e shikoni, ja, u korruptuat, ju dha lekët, ju bëri këtë, ju bëri atë, se kjo bën mu, si su hoq, kanë shumë drejt. Si do kalojnë mes lokat, ata thonë shqyqyr, erdhi kjo ditë, që të na hapet më në fund rruga. Tari si bëjmë të pushoj, mos flas fare, dhe ata le të vazhdojnë të rinë me idenë që ma dhanë mua votën 83 mandate që të vazhdojnë të rinë me atë zaptusin atje, që shkon kap një gjykatës dhe gjykatësi komplet pa lidhje i merr mas sigurie në orën 8 mëngjesit, as nuk e di fare se për çfarë merr mas sigurie, se ai bindur që ai nuk e ka pa fotografi, nuk e di se për çfarë bëhet fjalë. Se po të kishe parë atë fotografi, do ta mendonte si për veten e vet, do thoshte jo, m'fal, këtu ti s'merr mas sigurie. Mas sigurie për ndërtim pa leje. Si merret mas sigurie për ndërtim pa leje? Mund të ma thuat çfarë mas sigurie do marr për ndërtim pa leje? Çfarë do gjykoj gjykata për ndërtim pa leje? Dhe arsyeja e vetme në këtë rast është që jo vetëm është interes publik, po është dhe personale. Në kuptimin e raportit me qytetarët dhe në kuptimin e dinjitetit të gjithë qeverisë. E të gjithë këtij operacioni, se ndryshe në qoftë se njerëzit thonë këti ja lan, këti ja hoqën, atje ja lan, atje hoqën, s'ka më asnjë lloj dinjiteti kjo punë. Dhe njerëzit do ta dinë, aty ku nuk hiqet, nuk është qeveria. Nuk është bashkia, nuk është inspektoriati, nuk është policia, është ky. Me emër dhe me mbiemër dhe me portret atje. Anatemim publik. Po ky që po them unë, nuk është anatemim publik.
më fal, lere strukturat. Ky që po them unë, nuk është anëtamin publik. Kjo është shkelje haptazi e ligjit. Është shkelje haptazi e ligjit, këtu nuk kemi çfarë diskutojmë fare. Hiç. Dhe është e vetmja mënyrë që unë kam gjetur, e di shumë mirë unë atë që thua dhe jam dakord. Nuk është normale, nuk është fare normale, pa diskutim. Po çat bëj unë tani, ma thuaj. Si t'ja bëj unë? Çat pres unë? Pres inspektorin e lartë drejtësisë. Atë të pres. Që amniston në tavolin gjelin e thethit. Dhe gjën më flagrante, që është mos fillim, që shpall mos fillimin e çështjes pa e hyrë fare të fakteve. Çat pres. Dhe nuk kam folur. Por ama, momentin kur do shkelin popullin, atje, jo politikanët, jo këta, unë kam rezerva sa dush për plot gjëra që bëjnë ta. S'flas. Kam plot, s'flas. Po kur të shkelim me këm këta, popullin, që në pikë cabau, dalin atje, pa pikë përgjësie, i paguan ky popull ata si frëngu pullën. I kemi dhënë pavarësinë që se kam pasur që ka 1912. Po, deri tek marrja e fytyrës në publik, ndërkohë që ata si njeh njeri fare. As nuk i njeh njeri si di fare, as kush janë, as ç'a bëjnë, edhe i japin vetes super pushtetin që ti thonë një lagje e tërë, hikni mos se si u llogaris fare se do jap mas siguri e këtij. Kjo nuk ndodh. E kuptoj që nuk është normale, por tani jam normalizuar jashtëzakonisht shumë nga ç'kam qenë. Mos prisi tani. Jo, nuk është çështje reformare e drejtësisë, se këtu janë bër prishet e dynjas dhe masat e sigurisë nuk janë po aq sa prishet, janë një numër i vogël, por ama as nuk duhet të ketë as një mas sigurie për ndërtim baleje. Çfarë do të thonë mas sigurie për ndërtim baleje? Qa do me thënë? Ma thoni ju, qa do me thënë? Mas sigurie për ndërtim baleje. Si merr nga mas sigurie për ndërtim baleje? Nuk ka asgjë që justifikon ndërtimin baleje. Hiç, se nuk është një gjë që ti e bëre në një moment caktuar. Edhe e bëre, okej. Ajo është veprimtari e planifikuar me muaj. Si do ta justifikosh ti këtë? Kështu që të jap të drejtë, po nuk kam se si ja bëj ndryshe, sepse është komplet e pa tolerueshme për mua që të shkelet me këmbë një komunitet i tërë familjesh dhe të mendojnë ata që halli i tyre vazhdon sepse nuk zbatohet ajo që unë kam thënë. Kjo nuk ndodh. Ta dinë ata që po e keni peshqesh nga ky tipi, që e di veten super pushtet. Se pavarësia, kushtetuta thot, janë 3 pushtetet pavarura, nuk thot është njëri. Dakor, janë 3. Cila është pavarësia ime këtu dhe pavarësia jon këtu? Çfarë pavarësie kemi ne? Pavarësinë për të marrë vendime dhe për të zbatuar vendime. S'kemi pavarësi tjetër. Ata kanë pavarësi për të gjykuar ligjshmërinë e vendimeve tona. Po jo për të gjykuar se a duhet ta marrim ose duhet ta marrim një vendim. Këtë nuk mund ta negociojmë ne. Këtë se negociojmë dot me tane. Ata të bëjnë punën e tyre, ne kemi punën tonë. Parlamenti ka punën vet dhe të treja pushtetet pastaj kanë pikat e tyre të ndërveprimit, por që kjo nuk është normale, nuk është normale. Po nëse kjo nuk është normale, ajo tjetra është kriminale që bëjnë ata. Mas sigurie për zaptus është kriminale, është bashkëpunim në krim. Kjo imja s'është normale, e pranoj, s'është normale. Shpresoj që mos marrin më masa sigurie që të më vënë në këtë pozitë. Po me problemet dhe me masat e sigurimit. Ka diçka kontradiktore në atë që thoni dhe në atë që propozua. Ju e pranoni, e thatë vetë gjatë fjalës tuaj, që institucion shtetërore, ato që janë institucion kontrolluese, kanë dështuar, për këtë arsye kemi 1, 2, 3, 4, 5 probleme
me ndërtime pa leje dhe me te kalim të lejes e tjera. Dhe nga ana tjetër, ju thoni qytetarëve që vendimet e këtyre institucioneve kontrolluese do të ekzekutohen pa pritur vendimin e gjykatës, si do t'i besojmë në verbërisht që këto institucione kontrolluese që nuk e kanë bërë detyrën, siç e thatë. Tani shiko, të lutem se kam shumë problem tashi që të bëhemi të gjithë jurist, aman të keqen. Se unë nuk jam jurist, ti nuk je jurist. Jo, unë di për shembull që masa e sigurimit apelohet, nuk Të është lutem problemi. edhe një herë tjetër, se mos bëhemi gjithë jurist. Nuk është jurist, nuk është për juridik, është diçka shumë e thjeshtë, është elementare. Ashtu të duket. Edhe ty dhe mua shumë na duket, po mua kjo puna këtu më ka mësuar që nuk janë kaq elementare sa që na duken ne. Edhe sqarojeni njerëzit për atë ligjin për barazinë gjinore, për shembull, se e keni bërë çorap. Ca duan të bëjnë vetë çorap, ca duan të bëjnë çorap, po të paktën ju sqarojeni për shembull, se ajo është shumë e thjeshtë. Ligji për barazinë gjinore nuk ka absolutisht asgjë që lidhet me gjithë këto shqetësime të mëdha që janë krijuar. S'ka zero fare, është ligj për barazinë gjinore. Kupton sa e thjeshtë është? Mi po e keni bërë çorap. Kështu që, po të gjithë bashkë. Kështu që, në rastin konkret, edhe herë që t'jemi shumë të qartë. Është eksaktësisht kështu si po ju them. Ankimimi administrativ ndaj vendimit të trupës nuk pezullon ekzekutimin e vendimeve përfundimtare të trupave inspektuese. Ky është kaq e thjeshtë. Dhe kjo nuk ka lidhje fare me atë që folëm. Qa po thua mulla? O ju jeni çuditshëm. O zotri, ndërtimi pa leje është kostoja e ndërtuesit pa leje. Ashtu. Nuk rezulton kjo. Zoti Mund të mbarojmë se s'është konferenca viti 3. Keni një pyetje tjetër? Zoti kryeministër, Fiorella Beleshja, Dusjene. Po. Zoti kryeministër, ju dëgjova gjatë ditës së sotme, por edhe gjatë ditëve në vijim për shkak edhe vendimeve që keni Nuk e dëgjuar edhe gjatë ditëve në vijim? Po, jo kam dëgjuar dhe jashtë, edhe për shkak edhe Po ditëve më parë, jo ditëve vijim. Ditëve të ditëve të shkuara. Edhe do ju dëgjoni ditë në vijim. Tashmë jeni një mandat të 4, me 83 mandate dhe duke që jeni të gatshëm për të shuar në fund të gjitha aksionet që ju ndërmerrni apo vendimi që ju ndërmerrni pavarësisht faktorëve të tjerë. Edhe me propozime që keni bërë për ndryshimet ligjore që ende nuk kanë hyrë në fuqi pasi duhet kalojnë në parlament fillimisht, kërkoni që pezullimi apo vendimet e gjykatës administrative mos pezullojnë vendimet për aksion. Edhe një herë lutem shumë, lexojeni siç është se nuk është kështu siç e thua. Nuk është shkruar vendimet e gjykatës, vendimet e pezullimit të gjykatës, nuk është kështu pra tani. Lutem tani mos na pezullimet po të gjykatës administrative për sa i përket edhe nuk është kështu. Jo. Ajo se çfarë thatë ju dhe shkruajtur në monitor. Po ja shpjegova ti pra, nuk është kështu. Nuk është kundërshtim i vendimeve të gjykatës, nuk ka lidhje fare. E kupton apo jo? Nuk është kështu. Po edhe duke u nisur për shkak të një vendimi që ju keni marrë mjaft të diskutueshëm në opinionin publik, për shkak të interesit të lartë publik, për zgjedhjen në Tiranë ka patur një pezullim nga ana e gjykatës kushtetuese për vendimin e Këshillit të Ministrave dhe ju nuk e respektuar duke nxituar të paktën për të shpallur vakancën dhe duke ja drejtuar Presidentit të Republikës për të shpallur një dekret. Dhe kam një pyetje tjetër me që keni në krah edhe ministrin e Brendshme. Çfarë po ndodh me sigurinë në shkolla pasi ditën e djeshme sërish ka patur një konflikt me thika në mes të 5 adoleshentëve ku 2 janë të plagosur pavarësisht se tashmë oficerët e sigurisë janë vendosur, ndërkohë sërish situatat janë, duhet themi që është mjaft e rëndë për sa i përket interesit publik, sidomos familjarë që kjo çfarë është tash, se kuptoj. Të dash fjalën, tash ka ndonjëri për të temë, tani çana çon në 17 lugina të tjera. Jepja mikrofonin diku tjetër. Gjitha për interes publik. Jepja diku tjetër mikrofonin se ta thash se çfarë teme kemi sot. A ka mundësi të japësh vendosur të dërgoni çdo vendim tuaj pavarësisht vendimeve të tjera, të institucioneve të tjera që ju mund t'ju kundërshtojnë, apo ndoshta edhe mund të hanë diskutime juridike. Jepja në qikë se qeke në ditët në vijim, jepja pak të marrë dhe pyetjen e fundit. Dhe edhe njerë, këto kanë hyrë në fuqi. Këto të gjitha kanë hyrë në fuqi, sepse janë akt normativ që hyrë në fuqi me njerë.
kupton? Ka forcën e ligjit, sepse është emergjencë. Dhe këto kanë hyrë në fuqi, që ta dish. Kurse për pyetjet e tjera pastaj jenë në ditët në vijim, flasin ditët në vijim. Greta Bullari, televizioni ABC News. Zoti Kryeministër, ju edhe gjatë fjalës tuaj e përmendët rastin e një zonje e cila ka rënë, po themi, pre e abuzimeve, për sa i përket banesës apo diçka tjetër që ajo ka marrë. Megjithatë, ky nuk është rasti i vetëm, pasi ka edhe të tjerë persona, qytetarë, të cilët mund të kenë marrë një banesë në cilën... Më thuaj pyetjen tani se që nuk është rasti i vetëm, nuk diskutohet, se po ndryshe s'kishin bërë gjithë to. Pyetja është çfarë do të bëhet me këto qytetarë që syt i kanë nga ju dhe nga shteti për të zgjidhur këtë problematikë të cilën tashmë ato e kanë. Pra, është aktuale. Dgjoj tani. Kemi zgjedhur në vitin 1990 marrëdhënien kapitaliste. Dhe marrëdhëniet kontraktuale midis palëve janë marrëdhënie që janë përgjegjësi e palëve. Dakord? Ajo që shteti bën është që në mënyrë të vazhdueshme adreson problematikat që dalin dhe bën ligje, krijon korniza të reja në mënyrë që këto problematika që shfaqen si rezultat i boshllëqeve që mund të jenë në legjislacion dhe i boshllëqeve në zbatim të kurren edhe mundësisht të eliminohen. Kjo është një proces i vazhdueshëm. Se sikur të zgjidheshin gjërat të gjitha nga një qeveri, nuk do kishte bota nevojë të zgjidhte qeveri çdo 4 vjet dhe të rinovonte çdo 4 vjet mandatin e një qeverie. Është proces i pambarimt. Ty nuk ta jap fjalën. Shumë faleminderit gjithëve.